përshëndes Presidenti Kasabinë në salonën e Sabinit për gatitet pas pak çaste shtanisë në takimet të rëndësishme të kësaj jave të Butrimi është pritës në stadionin në Lapa Pro përballë këtyre të tjetë skuadra e Fyrisë për fillimin që të himi e Butrimit dhe pas rritim me ndeshje.
cilës vazhdimisht bëjmë zgjatë zgjidhjeve të vleshit si në Sarandë dhe jashtë Sarandës. Si që vazhdim të qastit, bëjmë që baza dhe basha zgjidhjeve i sezonin a ditë dane promozion dhe kjo skuadrën e Bilis vjen me Sahidin për një valuti e 20 mijë Antule Hodër Adevir Pjeshka Deko që një skuadrës është Lind, Kristemi, Kran, Gjera Antoni Qani vjen me Greca në këndë në rajtë Gjaba, Dasha, Ibrahim, Feka Pius, Silva, Gjadina, Kjeni, Fabricio Quni, Harim, Kjeni, Riri, Kjeni, Salam Ministri Marim, Gjema, Nizira Sahir Baruti Ismafira Kapiteni Marina Baza Denis Pjeshka
Jamo do vi, jako. Abdullu, Silva, Gjena Martin Zilla, Brojna Zilla, Gjena Abdullu, që të të bërë bravo, kapiteni Marina Basaj. Ajde. Gabriel. Gabriel. Ige mene. Ogoni, amore. Roberto. Silva, Gabon, Câmara de Júlio, nu joci ca mea Gabriel. Spune Silva, Simone, Toto, Ismail, nu știu cum e. Nu ajunge, e Gabon, Silva, e Gabon, Luca, Zomă, Daniel Sore. Ec Mario! Ec Mario! Ide ovdje! Bravo, hajde, hajde! Hajde! Amalo, ule tirane. Bravo, bravo. Está ефтијата мој.
Bravo, mo champion, shesha. Ai do mi dha rast do botë. Do çiftësa goxha. Sami assim, Sami Q. Vou ver pak sa mora dessa pak. Shikon verde, Fabio, Fabio! Bravo, bravo. Pasha me topin zotrim, topin gjatë, shkon në këmbët e Fabricio Çullit, në zonë të lirë, të mbrapa, ka shqecimi e Ade Dullus, i fundit të kaptopin është Ibrahimi si një nërgjën, nuk të gabuar. Dobbiamo abbastanza. Shqie kam të beja golla nga 20 metra, nga 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 muskull. Los të fare, Klaus. I them një kulot në muaj tash, me një proshtë bashkë. Në rregull më pa. Një top në drejtim të futbollistëve shokët skuadrës Gjata. E kthen topin mbrapa. Vendor shmang një prej futbollistëve është Basha i cili e topin zotrim. Ibrahim e ka nga munde. Ka bon në momentin e parë munde, lëviz nga mirë. Gjëna Fabricio Çulli nga zonë lirë Çulli prej dhe pasimi i tij. Fabricio Çulli fut pranë zonës. Kusimi në Tokazi, largon Ade Duro. Nuk e lejon atë top të shkojë në këmbët e futbollistëve të Butrinit, ka goditje dënimi. Sipas Ardit Mirdanajt. Është ai i cili nuk lejon që mos i kaloj asgjë nga vështrimi i tij dhe pikërisht ka akorduar goditje dënimi. Ka akorduar goditje dënimi në favor të skuadrës së Bilisit B. Akibu nuk e mrin, largon Basha, e ka marrë në unitet i skuadrës Bilisit B. Ishte Ade Duro më pas. Nuk e mrin Hodo, pasi Gjata në plan zhone sipër e largon. Nuk e mrin as Mërkuri. Por i cili kthehet mbrapa, Shkami Baruti. Nis mjap mirë. Për gjatë në drejtim të Akibu, e ka marrë mjap mirë Leshi. Këtë drejt zonë sa rreth të sisa, e ka nga munde, nuk ka asgjë thot. Nuk që munde, ndon të mbaj gjithçka në kontroll, mbrojtësi ka u të majtë.
Xilla, ka të prekur me dorë, tot Merdanaj. Që? Është pikërisht skuadra e Bylisit që nuk arrin të zotroj topin në Xillajt, cili prek topin me dorë. Gjatë në drejtim të Akibu, ka shqecimi e bashkës, Akibu rrotullohet, goditje, dënimi thot, Ardit Merdanaj, edhe një gjyqtari kërës gjumit Vlorës, Merdanaj, goditje ballore ma distancë 9 metra, 15 cm, për vendosjen e murit mbrojtës. Shohim, cilë kjo goditje standarde akorduar nga trupa e gjyqtarëve. Është Paulo Pjeshka dhe David Adeduro. Pjeshka, goditja, largohet nga muri mbrojtës, dhe pas e ka marrë edhe njëra Adeduro, ka shëtimin e Martin Xilla, ka rëmbyrë topin Xilla, gjenë Gjilardin Avdulin, ka lënë në avantajë kryesori. Avduli ka i top drejtim të mërkurit, në pozicion të paregull tot asistenti Denis Hajrullah, gjithçka në kontrollin e rep të gjyqtarëve, duke mos lejuar asgjë të ikë nga kontrolli i tyre. Duko që e rituar tifozeria Bruno gjënë Alin Xheshin, kjo fund edhe një akcentovin e Bruno, të ndonë Pjeshka, largon Ibrahim, largon dhe Maruf Kane, ka zëtot Merdanaj, Kane, Bruno, është Paulo Pjeshka, largon Ibrahim, top drejtim të Xilla, largon Shkambi Baruti, Adeduro, këtë topin brapa, Abaze e largon, e ka marrë Basha, do të gjeja Xilla, i cili është në pozicion të paregull, Martin Xilla. Baruti me topin në përkëmb. Është Shkambi Baruti, Akibu, e shëcimin e ka nga munde. Ibrahim fiton këtë duel me numrin 7 Leshi, Arlind Leshi. Vënja sore, Bruno Nascimento. Ade është futbollisti Akibu. Basha, del drejt sa e zotron. Topi gjati i portierit, Kreshnik Ndreca, Xilla, Mërkuri, zonës, është portieri i Bylisit B, i cili e ndalë këtë goditje, ka qenë Sahid. O Sahid ai i cili është shkuar ai top i goditur nga Mario Mërkuri, pamit janë të qarta edhe me prim të që shkërkojnë ndihma stafit mjekësor, nga në ritëm tuar Martin Xilla. Drejtuar dhe trajneri Artan Meçani me vendimin e kryesorit Merdanaj. Kërkohet do të shihet nëse do të ketë karton verdh për trajnerin Artan Meçani. Gjithçka
Kërkojnë dhe janë pamjet që vinë ekskluzivisht në dy faqet kësë Butrindi Saran dhe Saran dhe Web. Gjyqtarin Ardit Merdanaj në plan të parë me trajnerin Artan Veçani, por dhe gjyqtarin e 4 Klajdi Qendraj. Dhe dhe shpjegimet e fundit gjyqtari Merdanaj. është akorduar pozicioni pa rregull. Abazaj me topin e për kam, topi gjatë. Shkon drejtim të Akibu. Largot ai top. E çon pas Mërkuri. Gjelardini Avduli. Edhe një Mario Mërkuri. E ka topin futbollisti me numrin 20 i Bylisit B. Kampula i cili largon më pas portieri i Bylisit Said. Kujtojmë që është e njëjta trup gjyqtarësh. Ajo e fazës së parë në Adushmuqa mballësh. Ndryshimi vetëm është roli i gjyqtarëve, pasi Ardit Merdana ka qenë në rolin e gjyqtarit të 4 dhe Klajdi Qendraj në rolin e kryesorit. Klajdi Qendraj sot gjyqtari 4. Në sa të njëjtë asistent Denis Ajrullah dhe pikërisht Jermini Sufi e Kango. Këtojmë mbrapa Dreca. Ka gabuar dhe Dreca, ndërkohë që është ndryrë Ibrahim më pas të drejtim të Zila, ka i tërheqje dhe ka goditë dënimi nga Maruf Kane. Në pritje fantastike pas humbjes stopit nga ana e Krishtin Drecës, goditja më pas zotrohet nga portieri Butrindit. Minuta 20 luhet 0-0 shifrat. Kërkohë do të njojmë dhe me rezultatet e ndeshjeve tjera. Zilla, lëviz mjaft mirë, kthehet në mbrapa. Gjardini Abduli, goditja më pas, largohet nga ana e mbrojtjes së Bylisit B. Mërkuri, topi gjatë, shkon në drejtim të Fabricio Çullit, nuk e mbrin në minutën e 21 skuadra e Butrindit. Jon këtë mundësi të ardhë, por nuk arrit të shfrytëzoi Fabricio Çulli. 21 minuta loj, 0-0. Partizani B përndalet përballë skuadrës së Eagles në kompleksin Tirana Internacionale Pezelmës. Eagles 1 dhe pikërisht Partizani B 0. 0-0 Këlqyra Oriku. 0-0 Butrindi Bylis B dhe Tomori përfiton përballë Shumbinit me shifrat 1-0. Këto janë rezultatet e 22 minutave në takimet e kategorisë 2 të grupit B. Surpriza vjen nga kompleksi Tirana Internacional. Skuadra Partizanit B ndalet dhe në këto momente përballë Eagles. Do parë se si do të shkoj deri në përfundim. Një rënditje e cila sheh në këto momente 24 pikë Oriku, 23 skuadrën e Butrindit, 22 Bylis B dhe 21 skuadra e Partizanit B. Ku që është goditje nga këndi, thot Ardit Merdanaj. Ka parë gjithçaj topi i cili shkoi për mbiduar e portierit të skuadrës së Bylisit B, Sahid. Simi largohet nga sulmuesi Akibu Gjata. Mërkuri lëviz mjaft mirë, ka shqetësimin e Kampula. Lëviz edhe një herë Mario Mërkuri brenda zonës. Simi është tjetër goditje nga këndi. Tjetër goditje nga këndi për skuadrën e Butrindit. Simi i Mërkurit në shtyllën e dytë, Ibrahim, topi i cili shkon mbi traun e portës, ka prekur shtyllën transversale në pjesën sipërme të saj, duke dalë vetëm në rivënie fundore. Shojmë Ade Duro.
Da kemi paka, se lojtare? Gjithë. Sa. Pjeshka. Gjena Shkami Barutin. Këj fundit do të gjejë Akibu. Bruno Nascimento. E bon Avduli. Do bi gabuar I ti. Orikumi shënon në këlqyr 0-1. Në këto momente 26 pikë skuadra e Orikumit. Oriku 1, këlqyra 0. Kane Baruti e gjeja Leshen. E ka nga mundoj me topin në përduar I vënë jasore. Silva shpon mjaft mirë. Kane Ibrahim Ndreca të marrë pas Pius Gjata në dyret gabuar të kryetarëve të qenë Hodo është goditje nga këndi goditje dënimi falni. Qojmë Dzilla, ka shqecim në Shkami Baruti, Dzilla, lëviz mjaft mirë, pilosimi I tij largot nga futbollisti Baruti në rivënë jasore. I takon skuadrës së Butrindit dhe është I përhershmi e Kango Munde. Shojmë Dzilla, e goditje me kokë shkon. Basha. Vis mjaft mirë, Akibu, Gjata, Ibrahim. Fabricio Çulli është në forcë stash duhet. Baruti ka goditje dënimi thot për Bylisin B. Ardit Mirdanaj. Është po cili shkon në këmbët e portierit Sahid. Pjeshka Akibu ka marrë Pjeshka do që ka dhe dënimi dhe kon Butrindit. Dë 2-0 udhëheq të mori përballë Shkumbinit, 1-0 Eagle përballë Partizanit B dhe Oriku udhëheq përballë Këlqyrës në shifrat 0-1. Pjesa tjetër e ndeshjes Butrindi Bylis B është në shifrat e barabarta 0-0. Baruti gjëna Marina Bazaj. Topi gjatë në drejtim të Akibu, largon Basha me kokë. E ke marrë sërish Hodo. Rëmir topin Fabricio Çulli. Kërkoj që është në ryrë dhe ka goditje dënimi.
Ergjodo. Minuta 28 pjesë të parë. Fabrizio Çulli ka shqecimin e Bruno Nascimentos. Kane Leshi edhe një kreator mbrapa Bruno Nascimento. Rizmja Mira Maruf Kane. Dobi mbrapa largon Shkambi Baruti. Akibu, Ade Duro. Largon me kokë në 10 e Kango mundek kreatorin mbrapa. Ibrahim Basha, largon mbrapa tek portieri Ndreca i cili ka lënë zonën e tij. Ade Duro. Ikën Odo, futbollistit Gjata. Erge Odo. Kusim pra zonës Pjeshka. Jo, goditje shkon vetëm në nivelin fundore. Jo, goditje e Paolo Pjeshkës. Skuadra e Butrinit, Pius, Ndreca, Basha, edhe një portieri Kreshing Ndreca. Nis mjaft mirë. E Kango. Gjatë, largohet na Shkambi Baruti. Pius. Kom mbrapa tek portieri Ndreca. Gjata. Mërkuri. Shtatë shkurtër futbollisti Sarandiot. Mario Mërkuri. Kane e ul Brade Duro. Nis mjaft mirë Shkambi Baruti. Portieri Said. Ki fundit tenton të gjej në të gabuar ai top, tenton të gjende futbollistin me numrin 20 Kampula Zilla. Mërkuri duket nga Kampula shkon në dorë e portierit Said. Hodo. Ka ndryrë një prej lojtarëve të Butrinit. Profesori Merdalaj. Takorton goditje dënimi. Ismaf mirë e Kango. Arrivë të marë Ade Duro. Zilla. Dalaj topi i vëni ansore. Bruno Nascimentos. Gjati ti, drejtim të Akibu, largon e Kango, pas në mënyrë gabuar ai top. Ka marrë futbollisti Hodo, pranti Mario Mërkuri, Hodo. Rëvir topin në Gjilardinho Avduli. Gjati ti, i gabuar është ta baza e mbrin me kokë. Ndërkohë që Sahid e ka topin e përduar. Shkambi Baruti. Gjeti Maruf Kane, për fundit edhe njëre Baruti, i cili gjenë në futbollisti Marina Bazaj, Ade Duro. A Bazaj,
Gjati Marina Bazajt në këmbët e Kampulas. Ka rivënie ansore. Të cilë shko në këmbët e futbollistëve të Bylisit. Fillimisht për pas lojtarët e Butrinit e largojnë topin në rivënie ansore. Topi i cili kthehet në këmbët e portierit Sahid. Gjera Shtami Baruti. Baruti, topi gjatë. Akibu e ul. Shëzimin e gjatës. Falit Bashës. Bruno. Bruno Avduli. Akibu pas. Është Adi Duro. Marina Bazaj. Gjen futbollistin me numër 3, Shkambi Baruti. Ka marrë mjaft mirë pjeshka, të ndon gjej Akibu, lëviz mjaft mirë. Akibu por e blokon futbollisti e Kango, topin në drejtim të Zilla. Baruti. Pas Adi Duro, gjen Hodon. Mërkuri. Avduli, Nelson Pius. Akoma mbrapa. Kristi Basha. Dreca. E njëra qëndrëmbrojtësi Kristi Basha. Gjatë Zilla. E ol mjaft mirë Silva. Ka unë e majt. Fabrizio Çulli. Protestat vazhdueshme, ndërkohë që ka marrë topin Mërkuri. Zonë e lirë Mërkuri pranë zonës të shërk pësimi është e pranë zonës dhe në rjet! Realizon Mario Mërkuri! Mario Mërkuri! Qifat, Butrindi i Bylis 2-0! Mario Mërkuri, hajtë devimi një përbrojse, shko në fundin e rjetës. Një pjesë e parë e cila pas disa aksioneve të një pasnjëshme, Mërkuri çon topin në fundin e rjetës. Është devijuar topi nga i mbrojtës për të konfirmuar. Është autogol apo është gol i Mario Mërkurit, por është devijuar topi i cili nxjerr të pa vlefshëm mendin e portierit Sahid të Bylisit B. Nuk ka se çfarë t'i bëj. Portieri Sahid shifrat Butrindi 1 dhe Bylis B 0. Festa gjitha e tifozërisë Sarandiote vjen pamje të parë. Asti goli. Feston Oriku, feston dhe Butrindi. Që Bruno, e ka marrë Silva Oliveira, lëviz mjaft mirë, ka shqetësimin e futbollistëve të Bylisit B. E Kango, të topi mbrapa, Fabrizio Çulli, gjena mjaft mirë Nelson Pius, e Kango munde, Ibrahim, ka shqetësimin e Akibu, por është e Kango, gojë ka ndryrë, dhe thot profesori Merdanaj, godi e dënimi, i takon. Avduli, fiton mbrapa Kristi Basha, autori golit Mario Mërkuri. Adi Duro, Silva, është në rryrë, Silva Oliveira, zgodit dënimi thot. Zgodit dënimi thot, kryesori Merdanaj. 25 pik në Koreale.
Kujtojmë që javës tjetër Butrindi do të jetë pushim sipas kalendarit, pasi janë 11 skuadra. Sa do të jemi në javën e tretë të fazës së dytë. Dreca Nelson Pios e ka rëmbyer mjaft mira te Duro dhe Karne. Ajo goditje shkon jashtë. Maruf Kane. Çfarë ka humbur? Maruf Kane. E pabesueshme porta e boshatisur del hush porteri Dreca. Del hush porteri Kreshik Dreca. Dhe Maruf Kane me portën e boshatisur e ka nxjerr topin jashtë. E ka nxjerr topin jashtë. Pikërisht Maruf Kane, numri 6. Gjithçka për Kurri, autori golit në minutën e 36. Shohim pranë zonës. Kurri, përkrosimi, i shtyr lart është Fabricio Çulli, të pas të Xilla, nuk arrin të gjojë askush nga futbollistët e Butrindit. Do që e Kango, i ka ndryrë Arlin Dershit, duke larguar topin. Akibu, shqecimin e Kangos, riveni avansore. Teksa luhen minutat e fundit të takimit. Partizani pëson golin e dytë përballë Eagles 2, Partizani bë 0. Teksa luhet minuta e 36 në stadiumin Tirana Internacional. E 41 minut luhet në stadiumin Andoj Lapa, Butrindi 1, Byris bë 0. Ko që largoj topi nga në futbollistët të Byrisit bë. Akibu nuk e mbrin. Ibrahim po ashtu. Topi cili shkon në këmbët e numrit 18 Hodo. Ka shqecimin e gjatës. Hodo, futet drejt qendrës. Hodo, ka shqecimin e Akibus. Largon Ibrahim, pas Nelson Pios. Top drejtim të Xilla. Është numri 20 Kampula. Shkon në këmbët e portierit Sahid, Mërkuri dhe ka ndryrë të futbollistëve të Butrindit dhe është riveni ansore. Silva ka bën marrja të topi. Bruno Nascimento. Tre minutat për të mbyllur koha rregull dhe pjesë së parë, më pas Xilla nuk e merr top. Të duar e portieri Sahid, i cili zotron i qetë. Gati dhe koha shtesë nga ana e gjyqtarit të 4, Klajdi Qëndraj. Në cili kthehet në këmbët e portierit Sahid të Byrisit bë. Abazaj. Avduli nuk e mbrin ato. Gjirardin Avduli e Kango. Pas shkami Baruti. Topi gjati ti këmbët e Ergi Odos. Shënëri nga Mario Mërkuri, Pios, e Kango, po e kam rritur Arlin Dershi, e Kango munde, ka shqecimin e numri 18 Hodo, sa në ekranun tjetër, futbollisti Ergi Hodo.
Sa do të shihet sa do të jetë koha shtesa e akorduar nga gjyqtari Klajdi Qëndraj. Dreca ka topin e përduar. Erdon Shkambi Baruti. Minuta e 44 luhet. 1 minutë nga aprofundimi i kohës rregull të 45 minutave të pjesës së parë. Butrindi 1, Bylis 0. Autori i golit minutën e 36 Mario Mërkuri. Topi gjatë brenda zonës, Xilla nuk arrit ta zotroj. E Kango, i cili shkon sërish në këmbë të lojtarëve të Bylisit. Bruno. Në shëcimin e Silva Oliveiras. Ka ndërhyrje të gabuar të Martin Xilla. Do të jetë 1 minutë shtesë nga ana e gjyqtarit të katërt Klajdi Qëndraj. Shifrat janë Butrindi 1 dhe Bylis 0. Mario Mërkuri, autori i golit, kthehet me gol ndërkohë goditje më pas e futbollistit. Që nëse është Hodo, që do të fluturim të është kështu, numri 18. Funde të shmanga Sëvlusin Lefshi. Pas Fabricio Çulli ka zonë lirë. Çulli të shohin se do të cellë kjo aksioni fundi kësaj pjese të parë. Fabricio Çulli përsëri në zonës. Nuk arrit nga Çilardi Abduli. Më pas Mërkuri, i cili fitoi këtë duel dhe largohet më pas topi nga Ade Duro dhe top në drejtim të futbollistit dhe ka mbyllur Ardit Verdana. Shifrat Butrindi 1, Bylis 0, autori i golit në minutën e 36 ka realizuar futbollisti Mario Mërkuri. Japi fund pjesës së parë në stadiumin Andolapa nga Fotostrama. Dëgjojmë në pjesën e dytë pas 10-15 minutash pushim. Bashkë minutë gjofshim.